Shfaqja teatrale të 6 kundër Turqisë e autorit të mirënjohur Jeton Ezire është ndaluar të shfaqet në Prizren. Kjo është një shfaqje e cila në repertorin e rregullt në Teatrin Kombëtar të Prishtinës shfaqja. Ajo është shfaqur në disa qytet Kosovës dhe në shumë skena europiane me kritika pozitive. Të 6 kundër Turqisë trajton ngjarjen e ndodhur në vitin 2018 kur 6 mësues turq të cilët jetonin në Kosovë u arrestuan dhe u deportuan në Turqi. Për të mësuar më shumë rreth kësaj, kam nëpërmjet Skype-it në komunikim të drejtë për drejtë drejtoreshën e këtij projekti, Aurela Kadriu. Zonja Kadriu, ju përshëndes, faleminderit që jeni me mua. Përshëndetje, faleminderit juve për ftesën. Zonja Kadriu, fillimisht edhe për të mësuar pak më tepër, cila është tematika e kësaj shfaqje? Po, ju e përmendët në fillim, shfaqja të 6 kundër Turqisë në fakt nuk ka qenë dhe nuk është në repertor të Teatrit Kombëtar të Kosovës, ka qenë dhe është në repertor të Teatrit Oda. Në Prishtinë kemi prodhuar si qendra multimedia shfaqje në vitin 2024, në tetor të vitit 2024, edhe tematika e shfaqjes merr për bazë ngjarjet e vitit 2018 kur 6 mësues turq janë përzër nga Kosova edhe le qëndrimet e tyre të lëshuara nga shteti i Kosovës janë revokuar brenda natës për shkak se ata kanë qenë të kërkuar nga autoritetet turke në ndyshimin se kanë lidhje me lëvizjen e Fethullah Gülenit, e cila akuzohej edhe vazhdon të akuzohet për groshtetin e dështuar të vitit 2016 në Turqi. Ky ka qenë një rast i paprecedent që nuk ka ndodhur më herët, në të cilin janë përfshirë edhe autoritetet kosovare ku le qëndrimet ju janë revoku 6 qytetarëve brenda natës edhe janë rrëmbyer në mënyrë banditeske prej Kosovës e janë deportuar më një herë për Turqi. Do me thonë, shfaqja jonë merr për bazë këtë ngjarje për të diskutuar në lidhje me sistemet autoritare të cilat po i shohim gjithnjë në ngritje në përbot me qeveritë të djathta gjithandej Evropës, të cilat tashmë kanë marrë shumicën e mbështetjes qytetare në përvendet të Evropës perëndimore dhe tenton të hapë këtë diskutim edhe në Kosovë dhe sidomos diskutimin për të parë se si këto sisteme autoritare na kanosen edhe ne edhe për të parë se si sistemet autoritare pra shtetet e fuqishme instrumentalizojnë vogëlsinë e shteteve sikur këto shtetet tona, sikur shteti i Kosovës edhe për me pas se çfarë mësime shoqërore mund të nxjerrim nga ngjarje të këtilla. Kjo është pak a shumë tematika e shfaqjes. Të cilën ne e kemi prodhuar në vitin 2024 në tetor edhe po vazhdojmë ta luajmë në Prishtinë dhe gjithandej Kosovës kemi luajtur edhe në Tiranë në Teatrin Kombëtar Eksperimental. Mirë po këto muajt e fundit kemi ballafaquar me një ndalesë, me 2 ndalesa të njëpasnjëshme të prezantimit të shfaqjes në komunën e Prizrenit. Pse u ndalua, nga kush u mor ky vendim për të mos e vënë në skenë në Prizren dhe kur e morët vesh ju? Realisht problemet me prodhimin e shfaqjes kanë filluar qysh kur kemi qenë në prova, ku na kemi marrë një informatë jo zyrtare nga Ministria e Kulturës e Republikës Kosovës se ata janë kontaktuar nga ambasada turke, personalisht nga ambasadori i Turqisë në Kosovë dhe ju është kërkuar që të anulohet prezantimi i kësaj shfaqje nën justifikimin se kjo shfaqje është kundër interesave të Turqisë. Edhe mirë po në atë kohë ne megjithatë e kemi dhënë shfaqja ka pas premierën në 16 tetor, ne jemi ftuar nga policia për deklaratë në lidhje me përmbajtjen e shfaqjes edhe në njëjtën kohë kemi pas mbrojtje nga policia në premierë të shfaqjes për shkak të kërcënimeve të cilat ne nuk i kemi marrë direkt, mirë po policia sigurisht kanë pas informata të cilat ne nuk i kemi pas. Edhe mandej kemi tentuar ne gjithmonë në qendra multimedia shfaqjet tona i shëtisim, jo vetëm në brenda Kosovës edhe në Shqipëri e në vendet të rajonit, por edhe në skenat evropiane. Edhe kemi filluar me njëherë mbas premierës në Prishtinë, jemi ftuar nga Teatri Bekim Femiu edhe jemi aranzhuar për të shkuar
Teatrin Bekim Fëmiu të qytetit të Prizrenit tek dhjetori i vitit të kaluar, edhe kur kemi dashur me shku në dhjetor me prezantu shfaqjen, në momentin që është publiku programi i muajit për Teatrin Bekim Fëmiu, na kemi fillu me pa një kampanjë të gjuhës së urrëties e cila niset nga një kryetari i partie të komunitetit turk në Prizren, i cili në njëjtën kohë i çon letër zyrtare kryetarit të komunës së Prizrenit, ku i kërkon që të anulohet shfaqja. Ajo që është e çuditshme është se kërkon që të anulohet shfaqja dhe madje jep përfundime për shfaqjen ende pa parë atë. Edhe në atë moment na kemi marrë një informat që Teatri Bekim Fëmiu është duke u ballafaqur me të lashe me ngrohjen, edhe pse nuk ishte shumë kuptim për shkak se Teatri Bekim Fëmiu sapo është rikthyer nga renovimi edhe një ndërtesë sapo renovuar, nuk ka shumë kuptim të ketë probleme me ngrohjen, por e kemi marrë vesh, na kemi vullnetarizuar që të dërgojmë, që të paguajmë vetë ngrohje alternative, meqense teatri kishte. Pra njoftimi që kjo shfaqje anullohet për efekt teknik, po thoni që nuk ka vend. Natyrisht që do të kishte pas vend si kur të mos ishte përcjell nga veprime konkrete të sabotimit dhe të cenzurës nga kryetari, nga komuna e Prizrenit, për shkak se kjo ka qenë hapi i parë, të cilin ne kemi pranuar si justifikim që ka probleme teknike, na kemi propozuar një zgjidhje për problemet teknike, mirë po na është thënë se do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në krejt nga trafoja qendrore në qytetin e Prizrenit, që kjo është domethënë shkalla ku nis shkalla e absurdit. Sido që tjetë jemi pajtu edhe kemi thonë okay, do të provojmë që shfaqjen ta sjellim në një datë të re. Kjo data e re për cilën jemi dakorduar ka qenë data 5 mars, ku para se të publikohej programi i muajit mars në Teatrin Bekim Fëmiu të qytetit të Prizrenit, drejtori i teatrit, këto janë çdo informata që na i kemi prej komunikimit tonë zyrtar me teatrin, jo me palë të tjera. Drejtori i teatrit ftohet nga drejtori i kulturës së komunës së Prizrenit, të cilit i komunikohet që shfaqja nuk bën të vendoset në program për shkak se kështu ka kërkuar kryetari i komunës së Prizrenit. Ndërkohë, ne natyrisht kemi reaguar për shkak se është precedent i rrezikshëm që të normalizohet cenzura në për institucione të kulturës, për shkak se personat të cilët kanë mandat për të programu teatr e kanë programu shfaqjen tonë, ndërsa politikanët të cilët nuk kanë mandat të përzihen në punët e teatrit e kanë ndaluar atë. Kështu që për neve kjo është shkelje e lirisë së shprehjes dhe lirisë së shprehjes artistike, dhe natyrisht që jemi revoltu, natyrisht që kemi reagu dhe do të reagojmë jo për ne si kolektiv artistik, por për shkak se precedenti nuk guxon të krijohet, sepse Kosova është demokratik, ende besojmë që jemi në demokraci, dhe teatri e ka këtë mandat, teatri duhet i ballafaqojë shoqëritë me tëmetat e veta, edhe me problemet të cilat u kanosen atyre në të ardhmen, kështu që këtë nuk mundet edhe nuk duhet as nuk guxon ta ndalë asnjë politikan. Ndërkohë, zonja Kadriu, a keni kërkuar ju të përballeni qoftë me drejtuesit e Bashkisë së Prizrenit, por edhe me ata të Ministrisë së Kulturës? Nuk, realisht neve na është komunikuar prej drejtorit të teatrit të Prizrenit që komuna do të na pres në një takim trepalësh, ku do të jenë përfaqësues nga komuna e Prizrenit, ne si përfaqësues të qendrës multimedia, si dhe përfaqësues nga Teatri Bekim Fëmiu. Mirë, po një takim i këtij do të kishte pas kuptim vetëm para ndalimit të shfaqjes. Tashmë jemi pas, shfaqja nuk është prezantuar më 5 mars, edhe nëse do të ftohemi në një takim potencial pas ndalimit të shfaqjes, në atë takim do të shkojmë vetëm nëse ai takim do të jetë takim ku kryetari i komunës kërkon falje publikisht për ndërhyrje edhe për cenzurë në Teatrin Bekim Fëmiu të qytetit të Prizrenit, edhe kërkon falje ndaj nesh si qendra multimedia dhe ndaj gjithë artistëve në Kosovë e ndaj gjithë qytetarëve të Prizrenit, të cilëve u ka cenzuruar një institucion publik i cili do duhet të funksiononte i pavarur nga politika. A ka patur probleme të tjera gjatë rrugtimit të saj kjo shfaqje, pra është ndeshur me të tjera problematika?
por natyrisht që përmenda dhe më herët, na në fillim të shfaqjes i kemi pas edhe 2 aktorë të cilët kanë ardhur nga Turqia për të qenë pjesë e projektit. Ata kanë ardhur për shkak se ne kemi hapur një thirrje publike për pjesëmarrje të aktorëve turk në projekt. Edhe në këtë thirrje kemi marrë diku fillimisht një 20 aplikacione, të cilat janë reduktuar në 10 janë reduktu krejt në 2 në fund, për shkak se sapo e kanë kuptu përmbajtjen e shfaqjes, aktorët, artistët turk janë nditë të rrezikuar për jetën e vet për me qenë pjesë e një projekti të këtillë. 2 prej tyre kanë ardhur edhe kanë qëndruar 3 ditë në Prishtinë. Pra në këtë fazën shumë të hershme të provave, mirë po pas 3 ditëve kanë vendosur që ta lënë projektin për shkak të rrezikut që ata kanë perceptuar për jetën e vet. Natyrisht ne jemi solidarizuar me kolegët tonë për shkak se e dim se ata jetojnë në një diktaturë të rrept, edhe jemi solidarizuar me ta sepse nuk kemi mundësi me i mbrojt për jetën e vet ashtu siç kishim dashur. Kështu që ata janë kthy në vendet e veta, edhe ne megjithatë kemi vazhduar, por për ne kjo ka qenë një farë konfirmimi që shfaqjen duhet ta bëjmë. Për shkak se përderisa ka njerëz që friksohen nga një regjim për jetën e vet, ai problem, ajo telashe duhet të diskutohet në skenë. Nuk mund të ekzistojë një rrezik kaq i qartë për jetën e njeriut në jetë reale e të mos diskutohet në teatr e të mos diskutohet në skenë. Në fund të fundit, teatri ka lind si revolt, teatri ka lind si artikulim i kërkesave të shoqënisë, si problemeve të shoqënisë, edhe si till duhet të mbahet. Dhe cila do të jetë e ardhmja e kësaj shfaqje, kur mendohet të rivendoset sërish dhe ku? Po na sonte realisht me njerë pas kësaj interviste do të nisemi për në Gjakov, i cili është një qytet tjetër 20 kilometra prej qytetit të Prizrenit, dhe ku nuk kemi has në një ndalesë të tillë. Sonte do ta prezantojmë shfaqjen në teatrin Hadi Shehu të qytetit të Gjakovës. Shfaqja vazhdon të jetë në repertor në teatrin Oda në Prishtinë. Më 14 prill do ta prezantojmë në teatrin kombëtar të Sarajevës. Kështu që shfaqja po vazhdon me pas jetën e vet, sido që tjetë. Në Prizren nuk do të ritentohet sërish? Patjetër që do të ritentohet në Prizren, nuk do të heqim dorë, na do të këmbullim që shfaqja të luhet në teatrin Bekim Fehmiu, mirë po natyrisht ne këmbullim që kryetari i komunës së Prizrenit të dalë publikisht dhe na tregojë se pse po e saboton dhe pse po e cenzuron teatrin e Prizrenit. Ne zyrtarisht do të këmbullim deri në fund, nëse e marrim një përgjigje zyrtare nga kryetari i komunës së Prizrenit që e ndalon zyrtarisht prezantimin e shfaqjes, atëherë do të gjejmë edhe vende dhe hapësira alternative për ta luajtur shfaqjen në Prizren. E qartë, mirë zonja Kadriu, faleminderit që ishit në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Kënaqësi tu kisha. Ju faleminderit juve.